Partia Demokratike kërkon shkarkimin e Erion Veliajt, mungon prej 3 muajsh. Në 12 maj të mblidhet Këshilli Bashkiak. Antarë demokratë të Këshillit Bashkiak Tiranës kanë kërkuar shkarkimin e kryebashkiakut Erion Veliaj nga detyra për shkak të mungesës së tij të gjatë në detyrë pas arrestimit të tij në muajin shkurt. Sipas kërkesës së paraqitur, mungesa e Veliajt ka zgjatur për një periudhë 3 mujore që përfundon këtë fundjavë pas datës të 10 shkurt 2025, kur ai u arrestua. Në kërkesë specifikohet se kjo mungesë e pandërprer për një periudhë 3 mujore bën atë të përfshirë në nenin 62 shkronja C të ligjit numër 139 fraksion 2015 për vetëqeverisje mendore, i cili parashikon shkarkimin e kryebashkiakut në rastet e mosparaqitjes në detyrë për këtë periudhë. Për këtë arsye, antarët e Këshillit Bashkiak kërkojnë mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Tiranë në 12 maj 2025, ditën e parë të punës pas përfundimit periudhës 3 mujore, me qëllim zbatimin e legjislacionit në fuqi dhe dërgimin e propozimit për shkarkimin e Veliajt në Këshillin e Ministrave, bazuar në nenin numër 139 2015 për vendosje vendore të ndryshuar neni 62 shkronja C, që shpreh se kryetari i bashkisë shkarkohet me vendim të Këshillit Ministrave në rastet kur pika C propozohet për shkarkim nga Këshilli Bashkiak përkatës për mosparaqitje në detyrë për një periudhë 3 mujore të pandërprer. Ju bëjmë dije se periudha 3 mujore e cituar në ligj përfundon këtë fundjavë, pasi ka filluar në 10 shkurt 2025 në ditën e arrestimit të zotit Erion Veliaj. Si rrjedhoi, kërkojmë mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Tiranë më datë 12 maj 2025, dita e parë punës pas kalimit afatit 3 mujor të mosparaqitjes pandërprer me detyrë të zotit Erion Veliaj, me objekt zbatimin e legjislacionit në fuqi dhe propozimin në Këshillin e Ministrave të shkarkimit të zotit Erion Veliaj, thuhet në kërkesë.